Horoskopi ditor e shtunë 10 maj 2025. Dashi. Ditë mjaft e mirë kjo e sotmja për jetën në çift. Do të dini si të krijoni një klim të ngrohtë dhe të rehatshme. Partneri do të mrekullohet duke parë dhe jetuar këtë ambient. Beqarët nuk do të druhen asgjëje dhe do të tentojnë të joshin sa më shumë. Do të keni fat. Mos prisni të ketë një përmirësim të menjëhershëm të financave sot. Mundohuni të hiqni disa lekë më njanë që të paktën të stabilizoni buxhetin për ditët që vijnë. Demi. Jeta në çift nuk do të jetë shumë e qartë gjatë kësaj dite. Gjithçka do të varet nga situatat që do të krijohen. Nëse keni patur probleme kohët e fundit, ka rrezik të largoheni edhe më shumë nga njëri tjetri. Beqarët do të mjaftohen edhe me dashuriçka kalimtare dhe flirte pa të ardhme. Nëse keni ndonjë kontratë financiare për të firmosur, lexojeni mirë përpara se të bëni në mënyrë që të mos përballeni me surpriza të pakëndshme. Binjakët. Bëni kujdes mos të ndoheni sot nga aventurat që do t'ju lëndojnë mjaft. Personi në fjalë i cili jeton në një botë shumë ndryshe tuajës nuk është për ju. Bëni kujdes. Ata që janë në një lidhje të fortë do të kalojnë një ditë të qetë dhe pas një problem. Shfrytëzojeni sa më shumë që të mundeni. Juve që ju pëlqen të luani lojra fati, duhet të mos tentoni, por të kënaqeni me kaq sa fitoni në punë. Mos ngopja sjell probleme. Gaforia. Yjet do të përshtjellojnë jetën tuaj në çift gjatë kësaj dite. Do të keni tendencë të tregojeni të sertë dhe shumë kërkues ndaj atij që keni në krah. Takimet, mbledhjet, darkat e të tjerë do të favorizojnë mundësitë për takime. Përfitoni sa të mundni ju beqar dhe do të mund të gjeni edhe dashurinë. Në planin financiar do të keni shumë fat. Buxheti do të rritet ndjeshëm. Vetëm kujdes, mos i shpenzoni të gjitha. Luani. Do të jeni më joshës dhe më sharmant se kur sot. Kujdes ju që jeni në çift sepse kjo mund të ngacmojë së tepërmi xhelozinë e partnerit tuaj dhe mund të krijojë një ambient të papëlqyeshëm. Nga ana tjetër beqarët do të jenë edhe më romantik dhe do të bëjnë për vete atë që duan. Do të vazhdoni të bëni shpenzime pafund. Kujdes, sepse situata mund të përkeqësohet për ju. Vizhiresha. Duhet të bëni çmo sot të luftoni kundër tendencës së momentit për të mbyllur në vetvete. Partneri juaj do të mendojë se nuk keni besim tek ai dhe kjo do e mërzis mjaft. Shprehuni më tepër. Nëse jeni në kërkim të shpirtit binjak, mund të takoni dikë në një mjedis të pazakont. Çdo gjë do të shkojë mirë në planin financiar. Mund të keni edhe disa surpriza që do t'ju kënaqin jashtëmase. Peshorja. Me yjet në krah, dita për çifte do të jetë e mrekullueshme. Sensualiteti juaj do të zgjohet dhe do e përkëdhelni së tepërmi partnerin. Disa beqarë do të kenë takime interesante, por personat nuk do t'ju pëlqejnë sa duhet. Mendohuni mirë dhe mos u nxitoni. Në planin financiar nuk do të keni për çfarë të qajeni sepse çdo gjë do të shkojë ashtu si keni dëshiruar. Akrepi. Planetët do të merren sot me sektorin e dashurisë. Edhe pse nuk do të ketë ndonjë ngjarje të rëndësishme, ju do të ndiheni mirë pranë atij që dashuroni. Shfrytëzojeni ditën. Beqarët nuk do të tentojnë të kërkojnë dashurinë, sepse duan që ajo të vijë vetë tek ata. Lidhjet pa të ardhme nuk do t'ju tërheqin as pak. Do të shpenzoni shumë sot për të qetësuar ankthin dhe kjo do t'ju sjellë probleme financiare. Shigjetari. Planetët do t'i bëjnë shigjetarët që janë në çift më sharmant dhe më sensual. Do të kaloni momente shumë të ngrohta dhe romantike me atë që keni në krah. Kënaqësi do të jenë të pafundme. Beqarët do të tërhiqen nga aventura dhe do të përfitojnë nga të gjitha mundësitë që do t'u jepen sot. Yjet do t'i ndihmojnë të përmirësojnë situatën financiare, por gjithsesi mos merrni vendime me rëndësi. Bricjapi. Mos bëni gabimin t'i premtoni atij që keni në krah disa gjëra vetëm për t'i bërë qefin. Në një moment e eufori mund t'u harroni gjithçka dhe ai do të mërzitet. Mos u nxitoni për asgjë. Beqarët do të kenë mundësi të takojnë dikë i cili do t'u pëlqejë vërtet shumë. Hidhini hapat një nga një dhe krijoni një lidhje të fortë. Perspektiva të mrekullueshme financiare falmbrojtjes nga planetët. Ujori.
Është pikërisht në jetën sentimentale atje ku influenca pozitive e yjeve do të ndihet më tepër. Harmonia do të mbizotrojë në jetën e çift dhe do të ndiheni shumë rehat. Nëse jeni vetëm, planetët do të rrisin mundësinë për takime interesante. Përfitoni sa të mundeni. Ditë mjaft e lehtë dhe pa probleme në sektorin e financave. Do të keni ide të mira se si të përmirësoni më tepër situatën. Peshqit. Sot do të mendoni më shumë për punën ose për shkollën se sa për personin e zemrës. Flisni me të dhe ai do ta kuptojë sjelljen tuaj. Do të ketë pasion në ambientin e beqarve, mundohuni të përfitoni sa më shumë dhe të pranoni ftesat që do t'ju bëhen. Në sektorin financiar duhet të tregojeni shumë serioz dhe të kujdesshëm me menaxhimin e buxhetit. Vetëm kështu nuk do të keni probleme.